Mirë se erdhët të dashur binjakë në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës tuaj. Për ju kësaj radhe të dashur tema javës thot: nuk do të ecësh përpara vetëm sepse ke shumë ide binjak. Do të ecësh përpara kur të dish cilën ide duhet ta ushqesh dhe cilën duhet ta lësh pas. Ky është një lexim shumë interesant, do të thoja. Nuk flet për mungesë potenciali, përkundrazi, këtu ka mençuri, forcë, intuitë dhe aftësi për të ndikuar dhe tek të tjerët. Por njëkohësisht del një paralajmërim i madh. Mos e shpërndaj energjinë në 10 drejtime, të ecësh. Sepse në fund lodhesh dhe nuk arrin askund. Po fillojmë me letrën e parë, që quhet mençuria shpirtërore. Ky letër flet për njeriu që ka filluar të kuptoj jetën më ndryshe. Sepse ka lexuar shumë libra, por sepse ka kaluar më shumë sprova. Ka shumë binjak që këtë javë do të kuptojnë se nuk ja vlen të reagosh për çdo gjë. Dikur një koment në Facebook të prishte gjithë ditën. Sot ndoshta thua, nuk ja vlen. Dikur doje t'ju shpjegoje të gjithë pse kishe të drejtë. Sot e kupton se jo çdo njeri dëshiron të kuptojë të vërtetën. Në punë mund të kuptosh se nuk është çdo debat betejë që duhet fituar. Në familje mund të zgjedhësh të ruash paqe në vend të fitosh një debat. Edhe në dashuri kjo letër ka peshë, të dashur binjak. Ndonjëherë pjekuria nuk është të gjesh partnerin perfekt, është të mos e kthesh çdo mosmarrveshje në dramë. Ka edhe një rrezik, që thot kjo letër: mos u bëj aq i mençur sa të mbyllesh nga bota. Ka njerëz që pasi zhgënjehen shumë fillojnë të jetojnë vetëm si vëzhgues, shohin jetën e të tjerëve, japin këshilla, por nuk jetojnë më jetën e tyre. Mos u bë spektator i jetës sate. Letra e dytë është energjia e mbrëmshme. Shikoni, kemi të gjitha shakrat këtu. Shakrat, kush nuk e di mund të kërkoj në Google. Kjo është letër që pyet, ku po shkon gjithë energjia jote? Sepse energjia nuk humbet, ajo vetëm ndryshon drejtim. Nëse gjithë ditën ankohesh, po e marr shembull, nuk po them që gjithë e bëni këtë. Thjesht për të kuptuar, për t'ju bërë të kuptoni çfarë po mendoj me këtë letër. Nëse gjithë ditën ankohesh, energjia shkon tek ankesa. Nëse gjithë ditën merresh me jetën e të tjerëve, nuk mbetet energji për jetën tënde. Nëse ke një projekt por çdo 5 minuta kontroll telefonin, nuk është mungesë kohe, është mungesë përqendrimi. Ka dhe binjak që lodhen jo nga puna, por nga mendimet. Një bisedë e vogël analizohet 10 herë, një mesazh lexohet 5 herë, një vendim shtyhet me javë, në fund lodhesh pa bërë asgjë. Kjo javë të kërkon të pyesësh veten, apo harxoj energji për gjërat që nuk mund t'i ndryshoj? Nëse përgjigjja është po, aty duhet të fillojë ndryshimi. Letra e tretë është kujdestari i natyrës. Kjo është letra e përgjegjësisë. Ajo flet për atë që ke ndërtuar deri sot. Mund të jetë puna, biznesi, familja, shtëpia, apo edhe reputacioni. Ka njerëz që ndërtojnë besimin për vite dhe humbin për 5 minuta. Prandaj kjo letër të kërkon kujdes me fjalët. Mos premto atë që nuk e bën dot. Mos thuaj po vetëm sepse nuk di të thuash jo. Mos merr përsipër më shumë se sa mund të mbash. Nëse ke para, administroj me zgjuarsi. Nëse ke një marrëdhënie të mirë, mos e lër pas dore sepse mendon se është e sigurt. Edhe gjërat më të bukura kanë nevojë të mirëmbahen. Pra, është letër e kujdesit. Letra e katërt, të dashur, është The Sage. Kjo është një nga letrat më të bukura të këtij leximi. Ajo flet për mësuesin, por jo domosdoshmërisht atë që jep mësim në shkollë. Mund të jesh ti,
ky mësues. Njerëzit mund të kërkojnë mendim, mund të kërkojnë ndihmë, mund të besojnë një sekret, mos e nënvlerëso këtë rol. Por letra ka edhe një këshill tjetër. Mos mendo se duhet t'i zgjidhësh problemet e të gjithëve. Ka njerëz që çdo ditë shpëtojnë botën. Dhe në darkë nuk kanë fuqi të shpëtojnë veten. Ndihmo, por mos u digj. Mbreti i zjarrit vjen pas të dashur, këtu ndryshon krejt energjia. Pas reflektimit vjen veprimi. Kjo është letra e liderit. Por lideri nuk është ai që flet më shumë. Është ai që merr përgjegjësi. Në punë mund të vijë një mundësi për të udhëhequr një projekt. Në familje mund të jesh ti, ai apo ajo që duhet të marrësh një vendimin. Në biznes mund të vijë momenti të investosh ose të zgjerohesh. Por kujdes, lideri i mirë dëgjon. Lideri i keq mendon se i di të gjitha, apo di gjithçka. Mos lejo që vetbesimi të kthehet në arrogancë. Dhe mos prit gjithmonë që dikush tjetër të jap leje për të filluar. Dhe leximin e juaj e mbyllim të dashur me një derë të hapur. Kjo është letra e fillimit. Një ide, një projekt, një njohje, një punë, një mënyrë e re të menduari, por fillimet gjithmonë trembin. Binjak, sepse nuk japin garanci. Ka binjak që do të presin momentin perfekt. Problemi është se ai momenti nuk vjen kurrë. Do të ketë gjithmonë një arsye për ta shtyrë, një faturë, një frikë, një dyshim, një mendim i të tjerëve, apo gjëra të tilla. Ky letër thot, fillo me atë që ke sot. Nuk ke nevojë të jesh perfekt. Ke nevojë vetëm të mos rish në vend. Kjo javë të dashur binjak të kujton se potenciali yt nuk është problemi, ka aq shumë. Problemi është kur energjia shpërndahet më shumë drejtime. Mblidhe veten, zgjidh një qëllim, kujdesu për atë që ke ndërtuar dhe mos ke frikë të hapesh në kapitull të ri. Mençuria pa veprim mbetet vetëm mendim. Veprimi i zgjuar është ai që ndryshon jetën, ai që ndryshon drejtimin.